Do të flasim për kulturën në këtë pjesë të tretë më në informacion, do të ndalemi tek figura e një prej piktorëve më të shquar shqiptar, sikurse është David Selenica, për më shumë unë kam të ftuar studiuesin e mirënjohur Ahilino Palushi. Faleminderit që jeni këtu. Faleminderit dhe ju për ftesën. Profesor, pse mendoni se figura e David Selenicës meriton të kthehet sot në vëmendjen publike dhe akademike? Në radhë parë më erdhi mirë që përdorët termini shquar, është një nga piktorët më të shquar që kemi ne. Kryesisht për ta dimensionuar në një fushë edhe që të jemi në rregull me një spektër më të gjerë dëgjuesish, ai është një nga piktorët më të shquar të pikturës paramoderne, mund ta përcaktojmë. Është një piktor i cili e hapi hapësirën e tij në një mënyrë të tillë duke zhvilluar një stil të veçantë. Ishte një stil i cili ishte një rikthim të një nga periudhat më të veçanta dhe më të suksesshme të periudhës bizantine, periudha paleologe, e cila kujtohet për një zhvillim të jashtëzakonshëm social-kulturor, dhe si gjithmonë në periudha të tilla të errta ku akoma nuk ka diçka të re për të zhvilluar, ose ku arti përmblidhet dhe sforcohet përtej atyre mureve të tij, piktorët nga njerë kthejnë kokën në periudat lavdishme për të risjell elemente të spikatura dhe për të ridimensionuar, për të rivendosur në hapësirën e tyre dhe për të zhvilluar një art i cili do të jetë pastaj një frymarrje për brezat e tjerë, të cilët do të marrin dhe do ta çojnë atë më përpara. Ky është dhe rasti i Davidit Selenicës, i cili nuk është vetëm, është një hapësirë bashkë edhe me piktorë të tjerë, madje Çereku i parë i shekullit 18 shquhet sepse ka dy lëvizje paralele. Është një lëvizje që shtrihet në grupin e artistëve të Ishujve të Jonit, të cilët kanë një ndjesi dhe një kontakt me kulturën e manierizmit, që vjen dhe pason periudhën e rilindjes veneciane, siç është Panajoti Doksara, i cili shkruan edhe një manual pikture të bazuar në idetë dhe në kërkimin e traktatit Leonardo da Vinci-t ose të mënyrave të pikturimit të piktorëve venecian, të Paolo Veronezes kryesisht. Nga ana tjetër, në Athos shtrihet kjo rrymë, mund ta quajmë me plot kuptimin. Në Malin e Shenjtë. Në Malin e Shenjtë, pra mund ta quajmë me plot kuptimin një rrymë e re pikture, e cila mund të quhet edhe një rilindje drejt stilit paleolog. Pra pati nga Dionisi Furnës, nga Kozmai nga Limno dhe nga Davidi Selenicës një interes dhe një këndvështrim dhe të periudhës paleologe, e cila ka të spikatur, sidomos lëvizjen, dinamikën e personazheve, të cilët të kujtojnë ato figurat, elementet ose masa, dimensionet trupore dhe lëvizje të periudhës e hershme, të lavdishme antike greko-romake. Janë këto personazhe, këto karaktere, është ky stil i cili merret përmes shekujt dhe rikthehet në qendër të vëmendjes në fillimin e shekullit 18. Veprat kryesore të tij janë fresket në Bazilikën e Shënkollit. Në vitin 1722 ai realizoi aty një cikël të jashtëzakonshëm afreskesh. Cilat janë elementet artistik dhe ikonografik që këtë vepër e bëjnë kaq unike? Davidi ka një lëvizje graduale, si çdo artist i ri, puna dhe rrugtimi të cilit ka ardhur nëpërmjet disa studime që gjithmonë kur janë në fraksionin kohë, vinë të pjesshme për t'u formëzuar dhe për t'u mbledhur pastaj në një kronologji, siç është dhe monografia që unë kam sjell në qendër të vëmendjes. Mendohet që fati i tij i madh është që fundi i shekullit 17 dhe fillimi i shekullit 18 përkon me një shkollë, përsa i quante Theophan Popa fjalën shkollë, ku fuste, domethënë disa breza piktorësh të cilët punonin në grup me njëri tjetrin, mundësisht ishin dhe breza brenda të njëjtës familje dhe kushtëzoheshin nga një tipologji e njëjtë e pikturës apo e stilit. Ai ka pas, me sa duket, fatin të jetë brenda shkollës në thojza të Konstantini Romonakut. Konstantini Romonaku në fundin nga 1680 që mendohet të jetë pak a shumë dhe periudha, domethënë data e lindjes, viti i lindjes Davidit Selenicës dhe deri në 1711, ku ne të paktën deri më sot takojmë dhe produktin e tij të parë në ikon, ka një veprimtari shumë të madhe në rajon dhe mendohet që për çdo të ri
i cili në këtë hapësirë do të donte të zhvillonte ato aftësitë e tij, mendoj që punishtja e Konstantinit Romonakut është ajo ku ai ka gjetur fillesën. Dhe mendoj që bashkëpunimi është i dukshëm në ikonostasin e kishës së manastirit të Shënaumit, ku sipër ikonave të mëdha të pikturuara nga Konstantin Jeromonaku gjenden ikonat e pikturuara nga Davidi i Selenicës. Përtej kësaj, si çdo i ri, ndoshta dhe për të ruajtur identitetin e tij fetar, siç bën të rinjtë asaj kohe, po dhe për të zhvilluar aftësitë e tij artistike në një zonë më të gjerë dhe më të përparuar në këtë drejtim, ai shkon në Athos dhe jep kontribut të cilin ne e kemi është shumë e rëndësishme të themi, domethënë që hyn në punë dhe shkrime, siç ishte ajo e Murgut Porfiri Uspenski, i cili na bën të ditur atje që në manastirin e Lavrës Madhe, hapësira ose koridori i jashtëm ose eksonarteksi, siç njihet ndryshe, i Shërmërisë së Kukuzelit, kemi edhe këtu një takim midis dy autorëve të famshëm, është pikturuar nga Davidi Selenicës. Është shumë e rëndësishëm ky citim i tij në një studim që ai ka bërë mbi historinë e Malitados, sepse ky mbishkrim tashmë është zhdukur dhe nuk ekziston më. Po ai përveç se perifrazon mbishkrimin, ai bën edhe një përshkrim të programit ikonografik, na jep dhe disa të dhëna për piktorin tjetër bashkohës së Davidit, që është Damaskinos i Janinës. Dhe kjo u bë dhe nyja lidhëse midis studimit të autorëve të huaj dhe autorëve tanë, të cilët në këtë moment gjeni hallk zinxhiri, unifikojnë punën e Davidit Selenicës dhe arrin në përfundimin që si ikonat e Shënaumit, ashtu edhe Shënmëria e Kukuzelit, ashtu edhe kisha e Shënkollit në Voskopoj, cilës unë i kushtova pak kohë sepse e njohim dhe e shohim të gjithë dhe e dim, po ashtu edhe Shën Johan Pararenci në Kostura, po Shënmëria e Re në Selanik janë pikturuar nga njëti piktor që është Davidi i Selenicës. Ju e përmendët në fakt kishën e Shën Johan Pagzorit në Kostur, por edhe Shënmëria e Re në Selanik, në Greqi. Sa ndikim pati arti bizantin dhe po themi ambienti fetar në krijimtarinë e tij, në brumosin e tij si artist? Për sa i përket anës fetare, Puzanova ka bërë duke marrë ekstraktin e mbishkrimit të Voskopojës, i cili është i detajuar dhe është një nga 2-3 mbishkrimet që ekzistojnë deri më sot. Në Athos tradita është që ai nënshkruante Davidi nga Vlora. Ndoshta larg vendlindjes, ai citonte Davidi nga Vlora. Në Voskopoj shkruan duke qenë në një ambient ku ai ishte tashmë i njohur, me sa duket, dhe ju përgjigj thirrjes së kryepeshkopit Joasaf, i cili thirri mjeshtra dietare dhe për të zhvilluar sa më tepër atë periudhën e iluminimit të Voskopojës, që e njohim gjithë ne. Ai ndihet i qetë, si duket i njohur, dhe shkruan Selenicasi. Kjo bëri dhe që të unifikohet dhe të quhet nga Selenica e Vlorës, sepse, sipas popës, ka pasur një këndvështrim të 3 Selenicave që ekzistonin në vendin tonë. Po ishte pikërisht pra tradita e Malitathos ku ai nënshkruante Davidi nga Vlora, që unifikohet dhe perifrazimin e preardhjes së tij si piktor. Puzanova citon dhe kap një fragment ku ai shkruan, domethënë me dorën e të shumë diturit dhe me furçën e hollë të gjithë oshënarit David, nga Selenica, dhe thot këtë e rendit si rend kallogjerik, pra si murg oshnar. Dhe mendoj që ka me sa duket, ndryshe nga piktorë të tjerë të këtij shekulli, ai ka qenë një piktor i një rendi kallogjerik murgëror i cili më njanon ose nuk merr shpërblime për punën që ai bën. Mendoj që ai ka qenë një person i përkushtuar, i cili ka pikturuar dhe thjesht, domethënë, ka zhvilluar artin e tij me një përkushtim dhe me një dhënje të jashtëzakonshme ndaj besimit të tij. Ndryshe nga vëllezërit zografi që kanë qenë piktorët më të paguar të kohës, Konstantin Jeromonaku, qoftë edhe Konstantin Shpataraku apo Konstantini nga Shpati, siç njihet ndryshe. Kështu që besoj që për sa i përket besimit, ai ka qenë një personazh më i ndërthurur dhe më i blinduar, po ta themi, brenda suazës së ritit
duke qenë dhe murg i rendit gjithoshnar. E kuptoj. Ku e gjente inspirimin, Selenica? A mund të flasim për një talent të lindur, apo një mjeshtri të kultivuar përmes shkollimit, eksperiencës artistike? Pa diskutim që ka qenë një talent i lindur, dhe kur lindja e talentit, pra gjeneza, geni, bashkohet me dijen, me kulturën teologjike dhe artistike, dhe me punën, atëherë arrin në dimensionet të tilla si Davidi Selenicës, i cili shkruan, dhe shumë interesante, sepse njerëzit, shumë njerëz, shkruajnë dhe mbeten një histori pa e ditur që do mbeten në momentin që shkruajnë. Shumë njerëz shkruajnë për të mbetur një histori dhe nuk ngelin, e janë shumë të rralla ata që shkruajnë të bindur që do mbeten dhe mbeten. Davidi është një nga ata ku shkruan i shumë dituri dhe me furçën, me penelin më i hollë dhe gjithoshnar, tregon që ishte shumë i bindur, që kjo që po bënte ishte tipikisht, domethënë, shenja e tij në histori. Mendoj që përveç të qenit i lindur, ka pas dhe një kulturë. Kulturë gjithë përfshirëse apo teologjike kryesisht? Dhe gjithë përfshirëse përsa i përket artit që zhvillohet brenda kësaj, brenda këtij besimi, sepse nuk është i rastësishëm kthimi drejt atyre modeleve më të famshëm periudhës paleologe. Ka pasur fatin të shohë Perifleptën e Ohrit dhe Protatonin në Karjes, që është katedralja e malit Athos. Dhe pa diskutim është të rehequr nga dy mjeshtrat e fundit të 13-ës dhe e fundit të 13-ës dhe fillimit të shekullit 14, Mihala Strapa dhe Eftihiu, të cilët janë dy ikona të periudhës paleologe, kanë lënë gjurmë të jashtëzakonshme. Mua personalisht, dietarëve, studiuesve të fushës, po dhe jo vetëm, admiruesve estetik të artit në përgjithësi, kur hyn në Perifleptën e Ohrit, befasohesh përsa i përket mënyrës së konceptit të zhvillimit, të ndijimit, të dashurisë që kanë dhënë ata dy autorë në dekorimin asaj kishe. Unë kam pas fatin të jem dhe në Athos dhe ta shoh dhe Protatonin. Kështu që ky piktor u ndikua dhe na sjell madje në Shënkoll shablone të plota të marra nga kisha katedrale e Protatonit në malin Athos dhe implementon në kishën e Shënkollit në Voskopoj. A është studiuar mjaftueshëm sot vepra e tij nga historian të artit dhe institucione të rëndësishme kulturore shqiptare, apo ka ende për të studiuar dhe zbuluar? Në fakt do thosha këtë, që unë e nisa me shumë pasion, me shumë adrenalin, me shumë dëshirë dhe me shumë dashuri këtë punë, dhe për 4 vjetë shëtita, punova, angazhova, bezdisa, miq të afër, nxënës, student, familjar, profesor të shquar, dhe në fund kur mbarova me dëshirën e mirë bazuar në atë thënien mos shiko ç'bën atë dheu për ty, po shif ç'bën ti për atë dheun, nxorra këtë vepër dhe pritshmëritë mia në fakt ndeshën në një vakum. Ndeshën në një hapësirë boshe, por të paktën brezin, si që jemi mësuar ne, çdo dashuri e ndaluar, pastaj na rivë motorët, akoma më shumë në punë, dhe kam punuar jashtëzakonisht shumë për ta bërë sa më popullor këtë autor, punën e tij, të më thënë, sepse vërtet është një hapësirë për cilën e duhet të ndihemi krenar. A njohin brezatërinë të artistëve dhe studentët, figurën e David Selenicës, apo mbetet një emër vetëm i njohur për studiuesit, dhe kur them figurën, jo vetëm atë çka ai përfaqësonte, po edhe punën, gjurmët, të gjitha kishat ku ai ka kontribuar me artin e tij në ikonografi dhe jo vetëm? Mendoj, domethënë, që jo. Nuk njihet. Mjafton të hysh dhe të klikosh në internet, të dhënat janë gabim. Ka shumë të dhëna gabim. Nuk dua të thelloj këtë, po unë nuk e thash më kot atë që citova më parë. Nuk e di si doja bëjnë, unë isha në një moshë të caktuar, jo dhe aq të re kur mbarova këtë studim. Por nuk e di se si një i ri
me ato energjitë e mia, në një moshë më të hershme, do të ndihet kur të ndeshën në atë vakum, që të citova pak më parë. Nuk e di se sa... Mund të mpakin, mund të ai do ta kërkoj atë dashurinë e tij për cilën unë fola dhe ai është nisur. Nuk e di se sa forcë mund të ketë një 18, një 20 apo një 22 vjeçar i cili nisë të bëj një vepër të tillë, e mbaron dhe në momentin që e sjell, domethënë ndeshet në një indiferencë. Dhe për më tepër janë dy këto të pandashme që ne i ndeshim shpesh sot dhe më vjen keq për të rinjt. Është indiferenca dhe nihilizmi, që janë dy ndjesi që çlirohen dhe krijojnë si Michel pastaj përbuzjen. Këtë ne ndeshim shpesh në përditshmërinë tonë dhe më vjen shumë keq për këtë. Fatkeqësisht. A mund ta krahasojmë David Selenicën me ndonjë figurë të madhe? Dua ndalem tek arti në vend, por edhe artin evropian apo bizantin, për nga niveli artistik dhe krijimtaria kulturore. Për shembull, me brezin e tij ose me brezat më pas, me kë mund ta krahasojmë me artistët vendas? Për sa i përket jashtë, janë të sqaruar, ka një dëshirë. Arkeologjia, domethënë, ose pa folur me terma të mëdhej, kërkimi ndaj të shkuarës, pra përballja apo pasqyrimi kontributeve të brezave para ardhës, pak më të shqipëruar, jashtë është në qendër të vëmendjes. Sepse ai rigjeneron dhe sjell në pah vlerat, kulturën, pra dhe gjenezën se nga ne vim. Dhe atje njihet jo vetëm Davidi, që është një piktor jashtëzakonisht i madh për shekullin ku ai jetoi, po dhe për gjithë hapësirën e artit vizual në përgjithësi, por dhe piktori nuk dua të them i dobët, po që i afrohet traditës popullore. Këta piktorët, me thënë, që janë gati nga fundi në tabel, quhen të traditës popullore, cilët nuk kanë marrë një shkollë të saktuar, nuk kanë qenë pranë ndonjë mjeshtri të spikatur, por kanë marrë disa mësime ose kanë marrë këtu atje dhe bëjnë diçka, sepse duhet themi që në atë kohë kjo ishte dhe arti vizual ishte dhe një promotor shumë i fuqishëm për të fituar. Ishte vetëm media vizuale, kështu që merreshin të gjithë, prandaj dhe trashëgonin brez pas brezi. Jashtë është super i njohur, super i sqaruar, mund të krahasohet thashun e Zura Panajoti Doksaran, apo Dionisin e Furnës, apo Kozmain nga Limno, apo piktorë të tjerë, George Marku të shekullit të 18. Këtu ke ne, këto janë pikat që ne njohim, do me thënë është Onufri dhe Davidi i Selenicës, të cilët na i kanë goditur, na i kanë mikluar dhe na i kanë përkëdhelur të huajt, prandaj dhe ne i kemi të dëgjuar. Për të mos folur pastaj që çdo shekull këtu ke ne ka ato klasikët e tij. Shekulli 18 ka Jeromonakun, në fillimet e tij është Davidi i Selenicës, janë vëllezërit Zografi dhe Shpataraku. Po kështu ka shekulli 17, shkollat e veta, po kështu ka shekulli 16, shkollat e veta, po kështu ka shekulli i 19 deri te fillimi i 20-s, ku dihet që historia e pikturës paramoderne ndoshta mbyllet me ato të kishës katedralet rrugës Kavajës me motra Zengo. Shumë interesant, ne kemi edhe piktore, ikonografe, femra. Kështu që këtu ke ne, për mos ta zgjatur më shumë, do me thënë, do të rrim ka i vakumi që fola, që është i vështirë për të gjithë ata që mundohen, kanë dëshirë dhe energji për të dhënë një kontribut në këtë fushë. Ju pyes profesora, rrezikohen sot afresket dhe trashëgimia e tij nga mungesa e restaurimit apo degradimi i objekteve të kultit për shkak të kohës? Ju shoh që këtu në panel keni hedhur nga ikona, shumë interesante kjo vajtimi, ka një histori të veçantë. Mund ta themi? Po, patjetër. Unë kam kërkuar për shumë kohë për ta pas në studim, kisha foto nga miqtë e mi, po desha ta shifja ikonën origjinal dhe mu tregua atëherë në atë kohë ikona ruheshe në ambientet e muzeut, është tentuar. Këtu, është ikonë që ruhet në ambientet e muzeut këtu? Po. 4 ikona kemi në Shqipëri nga Davidi Selenicës. Afreskat i kemi, po ikonat janë pak.
Dhe kjo tentohet të vidhet. Në mos gaboj është vjedhur atëherë bashkë me epitafin e Glavenicës, dikush nga brenda, në një orë të caktuar i hedh jashtë dhe pastaj dalin, i marrin. Epitafi i Glavenicës përshkoi atë itineraren e vet, por duke qenë shumë i famshëm, u rikthye nga francezët, mos gaboj, përsëri, i restauruar në pikën bazë, kurse kjo ikon pati fatin e vet, sepse do ishte zhdukur të mirë dhe të keq që ranë një gur, u nda në dy pjesë dhe ata që deshen ta marrin nuk e kanë gjetur. Po një nga herojat ata policët në atë kohë që vinte vërdall, gjen gjysmën dhe vënë lajm, domethënë ata të muzeut, dhe ata vinë gjen dhe gjysmën tjetër. Nuk duhet jenë pronë e kishës këto profesor apo jo domosdoshmërisht? Jo domosdoshmërisht. E qartë. Jo domosdoshmërisht. Edhe jashtë kemi kisha që ruhen si pikat trashëgimisë, si muze. Ka dhe pjesë që kanë liturgjinë brenda. Zakonisht kisha merr ato ku kryen ritet e saj. Dhe kjo ikon u restaurua dhe u rikthye vëmendjes. Unë do doja, nuk e patëm këtu mundësinë, po të gjithë ata mund ta shohin në librin e botuar. Unë vihet me lajmin që është botuar dhe një variant i dytë në anglisht tashmë, gja, pasi libri i vjetër mund ta quajmë është i 2018-s, ky në anglisht për lexuesit e huaj u bën në 2025-ën, për të krahasuar gjendjen e afreskeve në malin e Afos edhe në Shënkoll në Voskopoj, pa diskutim që janë rrezik edhe ne humbim për ditë, jo nga Davidi Selenicës, po nga një amalgame gjerë trashëgimie që kemi, e cila në fakt për hir të vërtetës është shumë e vështirë për tu monitoruar, por kjo nuk do të thotë që të lejohet humbja e saj, domethënë graduale, kështu. Çfarë duhet bërë? Janë institucionet ata që duhet kujdesen, apo është, po themi, kisha edhe institucionet në varësi të kishës së Shqipërisë për të kujdesur? Unë do doja që ta mbanja në atë dashurinë dhe pasionin për studimin, edhe për Davidin, apo për këdo qoftë që vej një penel në fresk apo në ikon, këtë pjesën tjetër do ta ndaja në një debat live, aty ku duhet, po që nuk na thrasin, domethënë, sepse me shumë dëshirë do të debatonja edhe do të jepja gjithçka nga fryma ime e brisht për të trokitur në veshët e atyre që duhet të punojnë, se si duhet, çfarë duhet, të paktën njerë duhen kataloguar, duhen studiuar të gjitha, duhen futur, duhet jenë aty të fotografuara. Popa ka bërë në periudhën e tij kur punonte, që nga 48-a që kanë filluar ata, me Puzanovën, e deri në 67-ën, ku u mbyllën, ka bërë një punë të jashtëzakonshme. Kemi disa të dhëna të shkëlqyera, edhe këto nuk janë në dispozicion akoma të diapazonit të gjerë të studiusve. Po kjo punë duhet, sot ka mjete financiare, çdo gjë të jesh aty në kohë reale dhe të merresh, dhe domethënë ka kaq shumë të ardhura ky vend, sa që mund të jepet frym një projekti të tillë, të paktën të monitorohen, të digitalizohen, të katalogohen. I mbajmë dot, si mbajmë dot, na humbasin, s'na humbasin. Kjo pastaj është ca i takojnë kohës, ca i takojnë net, ca i takojnë ati lartë dhe këto janë gjëra. Ju kuptoj. Dhe një pyetje të fundit, profesor, me të shkuptova, më shumë punë të Selenicës janë brenda territorit shqiptar apo jashtë territorit? Më shumë janë brenda, sepse Shënkolli, e cila është edhe problem për të restauruar, është gjigant, është jashtëzakonshëm, ka përfshirë çdo lloj elementi të një kodiku, të një manuali pikture që ka zotëruar Davidi Selenicës, cilën nuk e cituam, kodiku 127, skena, pafund, domethënë ka marrë, ka glabëruar çdo lloj dije apo huazimi që ai ka pas në dispozicion atë periudhë, sepse është shumë e madhe, është e pamat hapësira dhe besoj që për sa i përket afreskut ne disponojmë më shumë. Po dhe për sa i përket ikonave, domethënë këtu janë 4, nga ato të ohrit janë vjedhur 12, në 81-shin, 2 janë origjinale, janë edhe një 7 pastaj që janë në muzeun e Shkupit në mos gaboj, dhe një 3 në Verja. Mendoj që ne kemi pjesën më të madhe. Nëse do restaurohesh e Shënkolli, që është fjalë shumë e madhe, jam
nuk mund ta hedhësh kështu kaq kollaj në letër, do përfitonim një vlerë shumë të madhe. Faleminderit zoti Palushi që ishit në studio. Faleminderit dhe juve. Ne këtu do të shkëputemi shumë shkurt, rikthehemi përsëri si gjithmonë në pjesën e fundit për të folur për sportin.